Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për zhvillimet në Kosovë në raportin e Albin Kurtit me drejtësinë, po ndërkohë do të prekim edhe efektet që do të kenë politikat e Donald Trump në Kosovë, konkretisht pas raportit të tij me Europën, që duket se e ka lënë tashmë të vetme përballë Rusisë, dhe se çfarë efektesh do të kenë këto politika të tij në rajonin e Ballkanit dhe konkretisht në Kosovë, dhe sa rrezikohet Kosova nga Serbia tashmë që ka ndryshuar kursin në politikën amerikane. Për të folur për gjitha këto, ne kemi të ftuar ekspertin për çështjet e sigurisë, zotin Bedri Elezi. Zoti Elezi, përshëndetje. Ashtu, përshëndetje. Zoti Elezi, do ta nisim me një pyetje që sonte janë ndezur zjarret në Prekaz, ku përkujtohet 27 vjetori i rënjes së komandantit legjendar Adem Jashari. Ku ndodhet sot Kosova pas 27 vitesh dhe a e ka përmbushur atë sakrificë të madhe të familjes Jashari? Faleminderit shumë. Në fakt, gjithmonë kur jemi në Mars, kur jemi në, mund të themi, ditët më të veçanta të krenarisë shqiptare, mund të themi 7 Marsit, sigurisht që ajo që fillimisht shkon në mendje është sakrifica e familjes Jasharit për të qenë ne së bashku këtu për të biseduar për të arriturat dhe për atë që kishte dëshiruar komandanti legjendar dhe bashkëpunëtarët e tij të tjerë, të cilët kanë rrahur për lirinë e Kosovës. Me të drejtë shtruat pyetjen se ku jemi sot pas sa vitesh, 27 vite, dhe çfarë realisht do kishim mundur që të arrisim. Përpjekja e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe mbështetja e nismeve ndërkombëtar padyshim që ishte fillimisht për të ndërprerë agresionin serb në Kosovë dhe më pas për t'i dhënë një mundësi politikës dhe të gjithë strukturave tjera në Kosovë për të zhvilluar vendin deri tek një pavarësi e merituar. Ju e dini që Kosova nuk mund të themi që ka pavarësi plot për shkak se ka disa çështje në të cilat akoma nuk ka të drejtë, por që është një periudhë e cila do t'i mundësohet Kosovës për t'u integruar në disa organizata ndërkombëtare të cilat akoma nuk është, dhe krejt kjo për shkak se nuk ka arritur që fillimisht të marrë njojën e 5 shteteve anëtare të NATO-s, gjithsej nga 27 të cilat kanë një rol të rëndësishëm. Ka, mund të themi, një progres rreth angazhimit të Kosovës dhe mbështetjes ndërkombëtare posaçërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk është Kosova të cilin e presim, por ajo që vlen të theksohet në këtë rast është se sa realisht Kosova është përgatitur për një sfidë cilën mund ta themi e kishte pasur në 27 vite më parë, dhe se si Adem Jashari dhe familja e tij ishin në gjendje të sakrifikohen, të shpenzojnë të gjithë energjitë e tyre, të gjithë gjakun e tyre për dheun, për lirinë e këtij vendi, për Kosovën tonë, por që në fakt ne sot nuk kemi arritur të përmbushmi, mund të themi, përtimet apo kërkesat që do t'i kishte pasur komandanti legjendar. Fillimisht duhet përmend të fakti që Kosova akoma nuk ka arritur që të ndërtoj një ushtri e cila do të kishte të drejtën në operimin të saj pa pasur mundësi që të ndikohet nga faktorët ndërkombëtar. Nuk kemi arritur që të bëhemi pjesë aleancës NATO, e cila ishte, mund të themi, një synim i luftëtarëve tonë që të kemi aleancë antarëme dhe të vazhdojmë tutje për të drejtat e shqiptarëve dhe vendeve të tjera, por kemi një regres dhe se akoma jemi në, mund të themi, në situata jo të këndshme, sidomos pas sanksioneve që Kosova ka marrë së fundmi. Me të drejtë mund të konstatojmë se Kosova ka shumë nevojë që të angazhohet seriozisht dhe ketë mundësi që minimalisht garantohet demokracia, garantohet liria e drejtës njeriut, garantohen veprimet e secilit person të cilat janë veprime demokratike, kemi meritokraci e shumë të tjera. Kur ne flasim sot për familjen Jashari, për ushtrinë e Kosovës, ne kemi një shqetësim serioz, sepse nga forca e sigurisë të Kosovës kemi një numër të madh djemve dhe të vajzave të cilët po praktisin forcën e sigurisë të Kosovës, një ushtri e cila trashëgon, do të themi, luftën e Adem Jasharit, ushtrinë e Adem Jasharit, por që një numër i madh përkundër dëshirës për të qenë pjesë e uniformës që e kemi dashur me kaq shumë largohen për shkak kushteve dhe meritokracisë dhe gabimeve që në vazhdimsi po bëhen në këtë institucion. Të ndalemi pak në skenën politike dhe në raportin e Albin Kurtit me drejtësinë. Ditën e sotme
Kryeministria ka reaguar duke theksuar se Albin Kurti është i gatshëm që të dëshmojë sa i përket çështjes së rezervave shtetërore, po ndërkohë nuk duhet të manipuluar opinionin publik me këtë çështje. Çfarë po ndodh në të vërtetë midis Albin Kurtit dhe prokurorisë Kosovës? Kodi penal i Republikës Kosovës, normativat e tjera të cilat janë kod të ligjeve për drejtësisë Kosovës e kanë për raport qartazi se si janë procedurat për një të dyshuar, për një të dëshmitar dhe në rastin konkret dëshmitari i cili është ftuar nga Prokuria Speciale e Kosovës, që është kryeministri i Republikës Kosovës Albin Kurti, ka detyrim ligjor të përgjigjet prokurisë për të intervistuar në pyetje të cilët prokuria ka paraport për të dyshuarit tani që janë në procedurë të ngritjes së akuzës, por që njëti e ka sfiduar në vazhdimsi prokurinë dhe kjo vërtet është një shqetësim serioz për drejtësinë e Kosovës. Tesa që ka bërë Albin Kurti të kryeministri i Republikës Kosovës është e mirë e drejtësisë Kosovës, është një reflektim i mirë në rast se do të përgjigjë kryeministri i Republikës Kosovës, fillimisht para qytetarëve për t'ju dhënë mund të themi një mesazh të dur se ne duhet të jemi të gatshëm gjithmonë kur ka nevojë drejtësia për të na ftuar, e veçanërisht në cilësinë e dëshmitarit, sepse drejtësia në dëshmitar ka një bazë të fuqishme për të ardhur deri tek një vendim i merituar. Në rastin konkret, kryeministri i Republikës Kosovës mund të themi ka bërë dy dëme. E para se ka dhënë një mesazh të keq të gjithë atyre të cilët mund të themi nuk janë gatshëm me njoftë prokurinë e shtetit, nuk janë gatshëm me njoftë institucionet e shtetit, e posaçërisht këtë rast serbët të cilët ashtu nuk e njohin, dhe kjo ftesë që ka bërë kryeministri i Republikës Kosovës për mos ta njohur përmes nënshmërisë së tij në institucionet e Republikës Kosovës, me të drejtë çdo qytetar serb mund mos ta njohë apo edhe grup radikale kriminal institucionet e shtetit këtë rast prokurinë e Kosovës. E dyta që është e dëmshme gjithashtu është se po pamundson zhvillimin e procedurës penale kundrejt personave me veprime kriminale të cilët po ndjeken nga prokuria e shtetit dhe në rastin konkret po pengon mund të themi drejtësinë për të zbatuar standardet minimale që kërkohen sa i përket procedurës në çështjet penale. Unë besoj që kjo që kryeministri po e bën është e dëmshme shumë nga se një numër i madh i qytetarëve të Republikës Kosovës me të drejtë mund të thonë se kur kryeministri i Republikës Kosovës nuk e njeh prokurinë, organin e shtetit në Kosovës, atëherë çfarë të bëjmë? Posaçërisht kur kryeministri i Republikës Kosovës ka hyra materiale ekonomike pikërisht prej shtetit, prej taksapaguzëve që duhet ta respektojnë këtë institucion dhe ftesa që i bën qytetarëve të Republikës Kosovës për mosnjohjen e shtetit përmes veprimeve duke mos pranuar prokurinë e Republikës Kosovës është njëra ndër veprimet më të rënda që vijnë në aspektin e sigurisë kombëtare. Ditën e martë, më 11 mars, shefi i NATO-s viziton Kosovën ku do të takohet me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Çfarë do të thotë kjo vizitë për Kosovën dhe a është ky një sinjal mbështetje nisur nga ndryshimi i kursit të politikës amerikane të Donald Trump? Ne duhet të kemi një çështje të qartë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO nuk kanë ndryshuar qëndrimet e saj dhe angazhimet e saj në Kosovë, e posaçërisht tek çështjet që kanë të bëjnë me strukturat e sigurisë. Kosova mbetet akoma e garantuar sipas rezolutës 1244 nga NATO, e cila rezolutë zbatohet përmes pjesëtarëve të KFOR-it apo KFOR-in në Republikën e Kosovës. Kjo strukturë ushtarake nuk ka asnjë informacion deri më tani zyrtar se pritet të ndryshojë. Neve kemi informacione se do të ketë një ndryshim sa i përket organizimit të ushtrisë amerikane në Kosovë, sepse baza amerikane Bondsteel në Ferizaj, e cila aktualisht është bazë e brigadës shumë kombështjelinte, do të kalojë në bazë amerikane, të thotë do të ketë bazë ushtrisë amerikane dhe nuk do të përdoret në të ardhmen si bazë e brigadës shumë kombështjelinte e cila vepron në kuadër të KFOR-it dhe NATO-s. Kjo mund të jetë ndryshimi që është. E dyta që thatë ju se ardhja e shefit të NATO-s në Kosovë, padyshim që është edhe një herë një sinjal apo një mesazh i qartë, sidomos për shtetet siç është Serbia, e cila po tenton në vazhdimsi të cenojë sovranitetin e Republikës Kosovës, të rrezikojë sigurinë jo vetëm në Kosovë dhe nga ndryshim ballkanik, dhe në këtë rast të garantojë Republikën e Kosovës për angazhimet që ka NATO dhe padyshim që do të japë instruksionet e nevojshme për anëtarët e NATO-s, komandantin e KFOR-it dhe të tjerët nëse do të kemi eskalim të sigurisë se të veprohet. Këto janë vizita në situata mund të themi të tilla specifike dhe kështu do t'i kuptojmë. Unë besoj që shefi i NATO-s do të kërkojë nga Kosova që
që kemi sa më parë themelimin e qeverisë Kosovës, në mënyrë që qeveria e Kosovës punoj fuqishëm me NATO në përshpejtimin e procedurave për të inkuadruar në familjen më fuqishme në botë, Aleancën Atlantique të NATO-s, dhe në këtë rast një qeveri në detyrë besoj që nuk do të mund të kryejë të gjitha kërkesat apo veprimet të cilat duhet ndërmerren për të përshpejtuar procesin e integrimit të Republikës Kosovës në NATO. A rrezikohet Kosova nga Serbia, qoftë nga sulme të ndryshme hibride, por edhe nga sulme ushtarake, nisur nga ky ndryshim i kursit të Donald Trump, që i ka dhënë më shumë zemër Rusisë, dhe në këtë rast për pasojë mund të inkurajohet edhe Serbia në këtë drejtim? Në fakt po. Ne mund të themi se këto lëvizje të fundit të aspektit sigurisë padyshim që mund të manifestohen në Republikën e Kosovës. Dhe krejt kjo për shkak se ekziston rreziku që kemi një jo siguri në Kosovë për shkak zhvillimeve të fundit në Serbi. Jo keni parë që këto zhvillime jo sigurie në Serbi mund të manifestohen në rajon, përfshirë dhe Kosovën. Dalja në kontroll, jashtë kontrollit të sigurisë në Serbi do të thot një sinjal apo një mesazh i rënd për sigurinë e Republikës Kosovës, sepse mos kontrolli i Serbisë në institucionet të cilat dyshoj që janë skenar të caktuara në mënyrë që Serbia të ketë një destabilitet brenda saj, dhe kështu të ketë edhe një mungesë kontrolli tek institucionet e zbatimit të ligjit në Serbi apo edhe vetë ushtria e saj dhe policia e saj, e kështu të ketë deklarime se Serbia nuk po arrin që të kontrollojë serbët të cilët më pas mund të jenë problem, apo mund të jenë shkaktari ndonjë konflikti të ri që mund ndodhë. Jo vetëm në Kosovë, por që mund ndodhë edhe në Republikën Srpska. E pam një deklaratë të fundit të presidentit të Serbisë, i cili tha se kanë kontaktuar me Moskën zyrtarë dhe kanë marrë garanci se Putin nje, domethënë, Republikën Srpska dhe nje të drejtën e serbëve në Republikën Srpska për të shpallur të pavarur, dhe në këto sinjale, këto angazhime direkta të Rusisë për të destabilizuar rajonin Ballkanin, atëherë kujtoj që janë edhe një përpjekje e Serbisë për të faktorizuar në tavolinën që do të mbahet në Arabinë Saudite, ku do të takohen dy presidentët, presidenti Donald Trump dhe Putin, të cilët do të bisedojnë për çështjen e Ukrainës dhe paqes në përgjithësi. Në këtë aspekt besoj që Rusia me veprimet e saj eskaluese sigurisë atëherë kujtoj që bën përpjekje për të qenë faktori i rëndësishëm apo mundohet që të jetë faktori i rëndësishëm i cili garanton dhe është i nevojshëm këto bisedime, dhe në këtë aspekt mendoj që gjitha zhvillimet, edhe protestat, edhe gjërat që kanë të bëjnë me sigurinë apo mund të themi vlerësimet e sigurisë që janë aktualisht qoftë nga faktori lokal dhe ndërkombëtar, janë një përpjekje e koordinuar e inteligjencës së Serbisë dhe Rusisë për të nxjerrë statën e sigurisë jashtë kontrollit në Serbi dhe më pas për të manifestuar fillimisht në Bosnjë e Hercegovinë dhe më pas edhe në Kosovë. A rrezikon që të rikthehet ideja e ndarjes së Kosovës dhe sa përforcohet kjo ide nisur nga liçeni i Ujmanit, por edhe nga minjera e Trepçes si dy elementët më thelbësor dhe jetik për Kosovën? Plani amerikan për të inkurajuar disa kompani amerikane dhe për të marrë një pëlqim Bashkimit Evropian për standarde të reja të prodhimit të energjisë në Kosovë, duke përdorur, mund të themi, fenxhillin, me idenë që të vendosen filtar nga Siemens gjerman për të pasur zero emitim të gaznave, e ka aktualizuar nevojën që ushtria, në Serbia përdor edhe mjetet ushtarake për shkaktu jo siguri në atë zonën ku janë 4 komunat me shumicë serbe dhe ku mendohet që është territori, në kuadër të territori është edhe liçeni. Padyshim që do të dyshohet që mund të ketë një përpjekje për eskalim statës sigurisë në mënyrë që para bisedimeve Trump-Putin të konsiderohet një gjendje e re faktike në zonë, duke thënë se faktikisht e demonstrojnë kontrollin serbët lokal dhe të njihet një lloj drejte serbëve, siç është paraparë në një farforme edhe në marrëveshjen që kemi të bëjmë me asociacionin dhe më pas Serbia përmes strukturave saj, siç është asociacioni i Kosovës, kontrolloi edhe Ujmanin si njëra ndër
çështje shumë të rëndësishme të ekonomisë Kosovës, sepse siç e shohim tani jemi në epokën e ekonomisë të energjisë dhe energjia është një industri e jashtëzakonshme. Në këtë aspekt ne duhet të ndërmarrim të gjitha masat për të integruar të Republikës Kosovës të cilat jetojnë ato komuna për të shputur një herë për gjithmonë nga Beogradi zyrtar, të cilëmisht duke ju mundësu që të njëjtit të jenë të barabartë me qytetarët e tjerë në gjitha institucionet e Republikës Kosovës dhe kështu për të bindur ata se Kosova është një shtet dhe brenda kufeve të saj do të punohet vetëm me institucionet e Republikës Kosovës dhe të kenë të gjitha të drejtat. Në të kundërtën, çdo veprim i hyjni i cili minon mund të them angazhimin e qofshin lokale ndërkombëtare për të garantuar drejta për serbët, është mund të themi direkt në shërbim të përpjekjeve të Serbisë për treguar se serbët nuk janë sigurt dhe nuk mund të jenë pjesë e përbashkët e institucionet të Republikës Kosovës dhe të njëjtët duhet të jetë të pavarura me lidhje direkte nga Beogradi. Prandaj veprimet tona politike duhet të jenë të analizuara nga produkte inteligjente, posaçërisht me çdo ndërkombëtare siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në të kundërtën me vedi apo pa vedi do të mundsojmë që ujmoni dhe asetet e tjera të Republikës Kosovës të jenë në kontrollin e serbëve, në idenë se këta serbë janë të rrezikuar nga Kosova për shkak të aktiviteteve policore dhe ushtarake që mund të ketë Kosova në ato zona. Prandaj ka pasur shumë ankesa dhe vërejtje për institucionet e Republikës Kosovës nga faktorë ndërkombëtarë. Keni parë që Kosova është akoma në sanksione për shkak të veprimeve të jashtme pikërisht në 4 komuna dhe kujtoj që edhe vizita e NATO-s do të jetë në kuadër të detyrimeve që ka NATO për Kosovën dhe nikosisht do të përcjellë mesazhe të qarta që veprimet tona politike mund të determinojnë zhvillimet të jo sigurisë të cilat më pas do të mund të përdoren nga Rusia dhe Serbia si aleat satelitë të saj, të cilët po dëshirojnë që të faktorizohen pikërisht në kuadër të përpjekjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për garantu siguri dhe aleatëve të saj në Bashkimin Evropian. Zoti Elezi, dhe i pyetje e fundit, sa të përgatitur janë shqiptarët përballë këtyre ndryshimeve të mëdha në skakjerën gjeopolitike botërore dhe a do duhet që Kosova dhe Shqipëria të rrisin nivelin e tyre të armatosjes dhe në një të ardhme të afërt a shikoni ndryshime të kufive apo qoftë edhe një bashkim të Kosovës me Shqipërinë? Ajo që jemi me fat, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një aleancë natyrale me Republikën e Kosovës, është një angazhim serioz i SBA-ve dhe miqve kosovar dhe shqiptar të cilët jetojnë dhe veprojnë një kohë gjatë në SBA, të cilët janë integruar edhe në institucione të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët realisht po bindin edhe këtë administratë që shqiptarët do të jenë faktor të rëndësishëm për të realizuar interesat gjeopolitike të SBA-ve në Kosovë. Në këtë aspekt nuk shoh ndryshim kufeve në territor, mund të shoh se ka një seriozitet Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bashkuar më shumë me ne, sidomos pas krijimit apo mund të themi ndërtimit të bazës ushtarake në Kuqov. Tani ka një përpjekje për një bazë letare që mendohet që mund të jetë Porto Romano në Shqipëri dhe baza amerikane Bostil janë këto lloj garancish mund të themi të cilat më shumë do t'i duheshin në Republikën e Kosovës. Ndërsa sa i përket marrëdhënieve mes dy vendeve për të përballur eventualisht me një sfidë, thënë drejtën nuk ka optimizëm, madje mund të themi që nga dita e anë, sot 50 është kur Kosova dhe Shqipëria kanë vendosur edhe režimin e kontrollit kufitar, deri para 5 ditësh nuk ka pas kontroll kufitar, fatkeqësisht kjo po ndodh, nuk kemi një deklaratë zyrtare qoftë nga Tirana, qoftë nga Prishtina, pse e ka vendosur që ky të degradojë, do të themi marrëdhënien në aspektin e sigurisë, pse të bën këto kontrolle mes dy vendeve, është një sinjal jo i mirë i marrëdhënieve mes dy vendeve, ka frikë Shqipëria nga kjo çështje, është e kundërta të di realisht se çfarë po ndodh me vendosjen e kontrollës kufive mes dy vendeve dhe është një sinjal jo i mirë sa i përket angazhimeve të përbashkëta të sigurisë. Unë kujtoj që Shqipëria ka detyrim kushtetues që të ndërmarrë të gjitha veprimet për të garantuar sigurinë e Republikës së Kosovës dhe nikosisht Kosova ka detyrim që të bashkërendojë aktivitetet e saj qofshin ushtarake, policore dhe ato të inteligjencës, fillimisht për të siguruar informacione reale porozike që mund të i shfaqen vendin dhe më pas të i konsumomi këto kampione analizash që mund të vinë nga inteligjenca e përbashkët e dy vendeve. Unë këtë rast kisha inkurajuar dhe kisha ftuar që Shqipëria dhe Kosova të themelojnë një task force përbashkët të inteligjencës, e cila do të grumbullonte ekspert të sigurisë, do të grumbullonte përfaqësues institucioneve të sigurisë për një periudhë caktuar për të siguruar në kohë reale informacione rrezikshme që mund vinë, të analizohen ato dhe të njëjtat të
diskutohen dhe të bashkë organizohen me faktorë ndërkombëtare posaçërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në luftra fillimisht janë veprimet inteligjente. Ne nuk po shohim një bashkëpunim të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë dhe Shishit Shqiptar dhe nuk kemi asnjë sinjal që të njëjtat kanë produkte përbashkëta kombëtare dhe është detyrim, besoni, i dy vendeve, detyrim kombëtar që së shpejti të themelojnë një task force e cila në kohë reale do të kishte informacionet e duhura dhe do të nxjerrte raporte të detajuara për rreziqet, më pas të njëjtat do t'i diskutonte me Homeland Security Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe natën të cilat realisht janë shumë të interesuar për të pasur angazhime të përbashkëta. Kështu do të bëhemi edhe ne faktor të rëndësishëm me informacionet dhe planet që kemi për të parandaluar rrezikun, sepse siguria, ofrimi i sigurisë në rajon dhe tjeri faktor të ofrimit të sigurisë është partneritet, qoftë me NATO dhe SBA, sidomos kur burimet njerëzore e posaçërisht në fushën e inteligjencës janë të paqësuara, ka, mund të thënë, sfida në këtë aspekt, dhe pse jo këta burimet njerëzore që ka Shqipëria dhe Kosova, sidomos të ri, të shfrytëzohen për të pasur një task force që do të ishte tjetër dobishme dhe besoj e mjaftueshme apo e nevojshme për të sjellë informacione në kohë reale për zhvillimet që mund të vijnë. Zoti Elezi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit gjithashtu për mundësinë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.